Në një arkiv të vjetër në Strug, mes dokumenteve të mykura dhe dosjeve që askush nuk kishte prekur për dekada, u gjet një fletë e grirë, e shkruar me shkronja të dridhuara, sikur dora që e kishte shkruar nuk mund të qëndronte e qetë. Ishte një letër që nuk duhej të ekzistonte, një dëshmi që autoritetet kishin përpjekur ta fshinin nga historia, por që mbijetoi kundër të gjitha mundësive. Në të, me dorëshkrim të shqetësuar, dikush kishte shënuar emrat e 5 antarëve të familjes Starova dhe një fjali që të ngrinte qimet nga frika. Nëse po lexoni këtë, do të thotë se ne nuk ja dolëm të kalojmë ujin. Kjo letër u fsheh për 50 vjet nga autoritetet shqiptare, u hoq nga dosjet zyrtare, u mohua ekzistenca e saj në çdo hetim që u bë më vonë. Por një kopje mbijetoi, e fshehur në xhepin e brendshëm të një ish oficeri kufitar që nuk mund të jetonte më me heshtjen që e hante nga brenda. Ai e mbajti atë letër për 30 vjet, duke e lexuar çdo natë para se të flinte, duke u përpjekur të kuptonte nëse kishte bërë gjën e duhur atë natë të kopshme. Çfarë e detyroi këtë familje të rrezikonte gjithçka në një natë pa hënë, kur uji i liçenit të Ohrit ishte i zi si katran dhe çdo lëvizje e rremit mund të tërhiqte vëmendjen e rojeve të armatosura? Kush i tradhtoi, duke i dhënë emrat e tyre autoriteteve vetëm disa orë para se ata të niseshin në udhëtimin e tyre të fundit? Dhe pse dëshmitarët e asaj nate, njerëzit që pan gjithçka nga brigjet e liçenit, u detyruan të heshtën deri në varr, duke mbajtur sekretin e tyre si një barr që u theu shpirtin? Ishte fundi i viteve 80 dhe Shqipëria ishte një burg i madh nën qiellin e hapur, një vend ku çdo lëvizje mbikëqyrej, ku çdo fjalë mund të bëhej akuzë, ku edhe mendimi i gabuar mund të dërgonte në një kamp pune në veri, nga ku shumë nuk ktheheshin kurrë. Familja Starova jetonte në një fshat të vogël pranë Pogradecit, në një shtëpi me mure gëlqëroreje që kishin filluar të qahen nga mosha dhe nga lagështia që vinte nga liçeni. Petriti Starova kishte qenë një mësues i respektuar, një burr që fëmijët e fshatit e donin sepse ai u mësonte jo vetëm nga librat, por edhe nga jeta, duke u treguar histori për botën për te kufive që ata nuk mund ta shihnin kurrë. Por një gabim i vogël, një koment i pamendueshëm për kushtet e jetës që u bën në një mbledhje të fshatit, e shndërroi në armik të popullit. Dikush e dëgjoi, dikush e raportoi, dhe brenda një jave, jeta e familjes Starova u kthye në ferr. Një mbrëmje të ftohtë të dhjetorit, 2 burra me pallto të zeza dhe fytyra të ashpra erdhën në shtëpinë e tyre, pa trokitur, duke e hapur derën sikur të ishte e tyreja. Ata nuk than asgjë, vetëm lanë një zarf të bardhë mbi tryezën e kuzhinës dhe ikën, duke lënë pas një erë të rënd duhani dhe kërcënimi. Brenda zarfit ishte një urdhër i shkurtër, i shkruar me makina shkrimi: Petriti Starova do të dërgohej në një kamp pune në veri brenda një jave. E gjithë familja e dinte se kjo do të thoshte ndarje e përjetshme, ose më keq, sepse nga ato kampe vinin vetëm histori të tmerrshme, histori për njerëz që humbisnin mendjen, që vdisnin nga uria dhe nga të ftohtit, që nuk shihnin më kurrë familjet e tyre. Atë natë, Petriti mblodhi gruan e tij, Dritën, dhe 3 fëmijët e tyre në dhomën e vogël të gjumit, ku muret ishin të trasha dhe ku askush nuk mund t'i dëgjonte nga jashtë. Ai foli me një zë që mezi dëgjohej, sikur muret kishin vesh, sikur edhe ajri mund të tradhtonte fjalët e tij. Nesër në mëngjes, unë nuk do të jem më këtu, tha ai, duke shikuar në sytë e gruas së tij, që tashmë ishin mbushur me lodh. Por ju nuk do të mbeteni të vetëm. Do të ikim të gjithë. Do të kalojmë liçenin. Do të shkojmë në Jugosllavi. Është e vetmja mënyrë. Drita e kuptoi menjëherë. Nuk kishte nevojë për fjalë të tjera, sepse ajo e dinte se çfarë do të thoshte kjo, një udhëtim në errësirë përmes ujrave të liçenit të Ohrit drejt Maqedonisë Jugoslave, një vend që dukej aq afër në hartë, por që ishte aq larg në realitet. Ishte e vetmja rrugë e mundshme, por edhe më e rrezikshme, sepse kufiri ishte i mbrojtur me ushtar të armatosura, me urdhër të qartë, të shtinin për të vrarë çdo njeri që përpiqej të kalonte. Fëmijët dëgjuan në heshtje, duke u përpjekur të kuptonin peshën e fjalëve të babait të tyre. Agimi, djali 18 vjeç, ndjeu një ny në fyt, por nuk tha asgjë. Mira, vajza 15 vjeçe, mbajti dorën e vëllait të vogël, Besianit, që ishte vetëm 9 vjeç dhe që nuk e kuptonte plotësisht se çfarë po ndodhte, por që ndjente frikën në ajër. Por si e mori familja Starova vendimin e fundit për të ikur? Kush i ndihmoi ata të gjejnë një varg në një kohë kur çdo varg në breg të liçenit ishte e regjistruar, e numëruar, e mbikëqyrur nga autoritetet? Dhe pse në atë natë specifike, rojet kufitare ishin më vigjilente se kurrë, sikur dikush i kishte paralajmëruar se diçka po ndodhte?
Për herë të parë pas 25 vjetësh, burri që ishte roja kufitare atë natë pranoi të fliste, duke thyer heshtjen që e kishte mbajtur për dekada, duke rrezikuar të gjitha pasojat që mund të vinin nga ky rrëfim. Emri i tij është Flamur Kola dhe ai tani jeton në një shtëpi të vogël në periferi të Tiranës, i moshuar, me flokë të thinjur dhe me një shprehje në fytyrë që tregon se ai ka mbajtur shumë sekrete për shumë kohë. Ai nuk donte të fliste, refuzoi për vite çdo kërkesë për intervistë, por diçka e detyroi së fundmi, ndoshta faji që e hante nga brenda, ndoshta nevoja për të pastruar ndërgjegjen para se të ishte shumë vonë, para se të mbyllte syt për herë të fundit pa e thënë të vërtetën. Unë e dija që ata do të vinin, tha ai, duke shikuar nga dritarja e dhomës së tij të vogël, sikur ende priste hijet e asaj nate të kalojnë përpara syve të tij. Na thanë se një familje do të përpiqej të arratiset. Na dhanë emrat. Na treguan se kush ishin, nga vinin, çfarë veshje do të mbajnë. Na thanë se nëse i lëshojmë të iknin, ne do të përfundonin në vendin e tyre, në kampin e punës, ose më keq. Kjo dëshmi shkatëron narrativën zyrtare që është mbajtur për dekada, historinë që autoritetet shqiptare e kanë treguar për vite me radhë. Sipas dokumenteve shtetërore, arratisja e familjes Starova ishte një incident i papritur, një veprim spontan që askush nuk mund ta parashikonte. Por Flamur thotë të kundërtën, ishte një grackë e planifikuar, një pritje e organizuar, një operacion që kishte filluar orë para se familja Starova të hidhej në ujë. Kush i tradhtoi Starovët? Kush e dinte se ata do të përpiqeshin të iknin atë natë? Flamur nuk e di me siguri, sepse ai ishte vetëm një ushtar i thjeshtë, një roje kufitare që merrte urdhra dhe i ekzekutonte pa bërë pyetje. Por ai ka një dyshim, një emër që i ka rënë në mendje për vite, një fytyrë që e ka parë në ëndrat e tij të këqija. Kishte një fëmijë, thot ai, duke ulur zërin sikur edhe tani, pas aq vitesh, ai friksohet se dikush mund ta dëgjojë. Një burr që vinte shpesh në shtëpinë e tyre. Ai ishte mik i ngushtë i Petritit, ose kështu dukej. Hanin bashk, pinin raki, flisnin për jetën. Por ne e dinim se ai raportonte te sigurimi. Ai ishte njëri prej atyre që shisnin shpirtrat e tjerëve për një copë buke më shumë, për një privilegj të vogël, për të mbrojtur veten dhe familjen e tij. Ky fëmijë, sipas Flamurit, kishte dëgjuar biseda, kishte parë përgatitjet e fshehta, kishte vënë re se Petriti po mblidhte rroba, po fshinte ushqim, po fliste me njerëz të tjerë në fshat që mund të kishin lidhje me anën tjetër të kufirit. Dhe ai kishte njoftuar autoritetet, duke dhënë çdo detaj, çdo emër, çdo plan që kishte dëgjuar. Por pse e bëri? Ai ishte thjesht frika se nëse nuk raportonte, ai vetë do të akuzohej për bashkëpunim me armiqtë e popullit? Apo kishte diçka më të errët, diçka më personale, xhelozi për faktin se Petriti ishte më i respektuar se ai, hakmarrje për një thyrje të vjetër, ose premtim për shpërblim nga autoritetet? Në atë kohë, Shqipëria ishte një vend ku besimi ishte një luksos që askush nuk mund ta përballonte, ku edhe brenda familjeve, njerëzit flisnin me kujdes, sepse edhe fëmijët ishin mësuar të raportonin, të dëgjonin, të shikonin. Por Starovët nuk kishin zgjidhje tjetër. Ata duhej të besonin dikë për të gjetur një varg, për të ditur rrugën më të sigurt, për të kuptuar se kur rojet ndërronin turnet, kur ishte momenti më i mirë për të kaluar. Dhe dikush i tradhtoi. Dikush mori informacionin që ata i kishin besuar dhe e shiti për një çmim që ne nuk e dim, por që ndoshta ishte shumë i ulët, shumë i vogël për të shitur jetën e 5 njerëzve. Nata e arratisjes ishte e ftohtë dhe pa yje, një nga ato net kur qielli është i mbuluar me re të trasha dhe kur errësira është aq e plotë sa nuk mund të shohësh dorën tënde përpara fytyrës. Familja u mblodhen në errësirë duke mbajtur vetëm një çantë të vogël me rroba të ngrohta dhe pak bukë të thatë që drita kishte përgatitur në heshtje. Ata ecën përmes fushave, duke shmangur rrugët kryesore, duke u fshehur pas pemëve dhe shkëmbinjve sa herë që dëgjonin zëra ose shikonin drita në largësi. Çdo hap ishte një rrezik, çdo zhurmë mund të ishte fundi i tyre. Kur arritën në breg të liçenit, varka ishte atje, e lidhur pas një shkëmbi të madh, e fshehur në dega pemësh që vargeshin mbi ujë. Ishte një varkë e vjetër, e çarë në disa vende, me ngjyrë që kishte zbet nga dielli dhe nga uji, por ishte e vetmja shpresë e tyre, e vetmja mënyrë për të arritur në anën tjetër. Petriti e shtyu në ujë, duke ndjekur zhurmën e lehtë të ujit që përplasej me barkën e varkës, dhe familja hipi brenda, duke u përpjekur të mos bënin asnjë zhurmë, duke mbajtur frymën, duke lëvizur si hije. Por ata nuk e dinin se rojet tashmë ishin në prit, të pozicionuara përgjatë bregut, me armë në duar, me urdhër të qartë për të shtënë.
Flamur dhe kolegët e tij ishin atje, duke pritur në errësirë, duke dëgjuar çdo zhurmë që vinte nga uji. Na thanë të mos lëshojmë asnjë, kujton Flamuri, duke mbyllur sytë sikur po përpiqet të fshijë imazhet e asaj nate nga kujtesa. Por kur pash një burr, një grua, 3 fëmijë që po hipnin në një varg të vjetër, diçka më ndaloi. Nuk mund të shtija mbi fëmijë. Nuk mund ta bëja. Kjo ngurim, kjo çast i dyshimit njerëzor, ndoshta i shpëtoi familjes Starova. Por çmimi i kësaj ngurimi do të ishte i lartë për ta dhe për Flamurin që do të mbante këtë sekret për dekada, duke u pyetur çdo ditë nëse kishte bërë gjën e duhur. Çfarë ndodhi në ujë? Si ja dolën të shmangin plumbat që fishkëllonin mbi kokat e tyre? Dhe pse, edhe pasi arritën në anën tjetër, historia e tyre nuk mbaroi, por vetëm filloi një kapitull të ri të vuajtjes? 3 orë para se familja Starova të hidhej në ujërat e errëta të liçenit të Ohrit, një burr i panjohur erdhi në shtëpinë e tyre duke trokitur në derë me një ritëm të çuditshëm, 3 herë të shpejta dhe pastaj një ngadalë, sikur ishte një kod i rënë dakord më parë. Askush nuk e pa fytyrën e tij qartë, sepse ai mbante një kapel të ulët që i hidhte hije mbi syt dhe një shall të trashë që i mbulonte fytyrën deri te hunda. Ai foli me Petritin në korridorin e ngushtë të shtëpisë, larg veshëve të fëmijëve që ishin në dhomën tjetër, duke përshpëritur fjalë që askush tjetër nuk mund t'i dëgjonte. Dëshmitarët, fqinjet që shikonin nga dritaret e tyre, duke u përpjekur të kuptojnë se çfarë po ndodhte, thanë se biseda zgjati vetëm disa minuta, por që kur burri iku, duke u zhdukur në errësirën e natës, Petriti duke i shqetësuar, i tronditur, sikur kishte dëgjuar diçka që e kishte lënë pa fjalë. Ai nuk i tha asgjë dritës për atë vizitë, por ajo e vuri re se duart e tij dridheshin kur mbushi çantën me rroba, se fytyra e tij ishte bërë e bardhë si gëlqere, se ai shikonte shpesh nga dritarja sikur priste dikë tjetër të vinte. Kush ishte ky vizitor misterios që erdhi në orën më të errët të natës? A erdhi për t'i ndihmuar, për t'u dhënë informacion të fundit për lëvizjet e rojeve, për t'u treguar rrugën më të sigurt? Apo erdhi për t'i paralajmëruar se Gratsk po ushtrihej, se emrat e tyre ishin vënë, se autoritetet po i prisnin? Disa thonë se ai ishte një agent i sigurimit që u dha një shans të fundit për t'u dorëzuar, për të pranuar fajin dhe për të shpëtuar jetën e tyre. Të tjerë besojnë se ishte dikush që donte t'i shpëtonte, dikush që kishte ndërgjegje, por që nuk mund të fliste hapur, që nuk mund të rrezikonte veten duke u ndihmuar haptazi. Kur varka u largua nga bregu, duke u rrëshitur në ujin e zi si vaj, uji ishte i qetë, por ajri ishte i mbushur me tension, me një ndjenjë se diçka e keqe po afrohej. Petriti remonte me kujdes, duke e zhytur remin në ujë sa më ngadalë që të mundej, duke u përpjekur të mos bënte asnjë zhurmë që mund të tërhiqte vëmendjen e rojeve. Çdo lëvizje e remit në ujë tingëllonte si një britje në heshtjen e natës, çdo pikë uji që binte nga remi dukej si një shpërthim. Fëmijët ishin ulur në fund të varkës, të shtrënguar pranë njëri tjetrit, duke mbajtur frymën, duke u përpjekur të mos lëviznin, të mos bënin asnjë zhurmë. Mira, vajza 15 vjeçe, mbante dorën e vëllait të vogël, Besianit, i cili dridhej nga frika dhe nga të ftohtit që depërtonte përmes rrobave të tyre të lagura. Agimi, djali më i madh, shikonte prapa, duke u përpjekur të shihë nëse dikush po i ndiqte, nëse drita e ndonjë feneriku po afrohej nga bregu. Dhe pastaj, drita. Një reflektor i fuqishëm ndriçoi ujin, duke e kthyer natën në ditë për një moment, duke i kapur ata në mes të liçenit, të ekspozuar, të pambrojtur. Një zë bërtiti nga bregu, një zë i ashpër, i ftohtë, i mbushur me autoritet, ndaloni. Kthehuni mbrapa, ose do të hapim zjarr. Petriti ngriu për një moment, duke ndjekur se zemra e tij po rrahte aq fort sa mendoi se do të shpërthente. Por pastaj, duke ditur se nëse ndalonte, do të ishte fundi, ai vazhdoi të remonte, më shpejt, më fort, duke e shtyr varkën përpara me çdo grimcë force që kishte në tru. Plumbat filluan të fishkëllonin mbi kokat e tyre, duke goditur ujin përreth varkës, duke krijuar shpërthime të vogla uji që u lagën të gjithë. Drita u shtri mbi fëmijët, duke u përpjekur t'i mbulonte me trupin e saj, duke u bërtitur të qëndronin poshtë, të mos ngrenin kokën. Një plumb shpoi anën e varkës, duke lënë një vrim nga e cila uji filloi të depërtonte brenda, duke e mbushur varkën ngadalë por me siguri. Por Petriti nuk ndaloi. Ai remoi me një forcë që nuk e dinte se e kishte, me një vendosmëri që vinte nga dëshpërimi, nga dashuria për familjen e tij, nga nevoja për t'i shpëtuar nga ferri që kishin lënë pas. Ai e shtyu varkën përpara, drejt anës tjetër, drejt dritave të vogla që shikonin në largësi, drejt shpresës.
Flamur kola, roja kufitare, tha se ai ngriti armën, e drejtoi drejt varkës, vuri gishtin në këmbëzën, por nuk shtiu. Nuk mund ta bëja, tha ai, duke e mbyllur fytyrën me duar sikur po përpiqej të fshihej nga kujtimi. Pash fëmijët. Pash nënën që po përpiqej t'i mbulonte. Dhe diçka brenda meje theu. Nuk mund të shtija. Kolegët e tij vazhduan të qellonin duke e mbushur natën me zhurmën e armëve, por në errësirë shumica e plumbave shkuan kot, duke goditur ujin, duke goditur ajrin, por jo varkën. Varka arriti në anën tjetër, në brigjet e Maqedonisë Jugoslave, dhe familja Starova u zvarit në tokë, të lagur, të lodhur, të tronditur, por të gjallë. Por kjo nuk ishte fundi i vuajtjeve të tyre, por vetëm fillimi i një kapitull të ri, po aq të dhimbshëm. Në anën tjetër të kufirit, ata u pritën nga policia jugoslave, që i trajtoi me dyshim, me frikë, me mosbesim. Ata u mbajtën në një qendër pritjeje për refugjat për muaj të tërë, duke jetuar në kushte të vështira, në dhoma të ftohta dhe të lagura, pa ditur nëse do të lejoheshin të qëndronin apo do të ktheheshin mbrapa, në duart e atyre që ata kishin ikur. Dhe ndërkohë, në Shqipëri, familjet e tjera që kishin lidhje me Starovët filluan të paguanin çmimin. Fqinjet u pyetën, u kërcënuan, u detyruan të mohonin se i njihnin, të thonin se Starovët ishin armiq të popullit, tradhtarë që meritonin çdo dënim. Shtëpia e Starovëve u mbyll, u vulosën dyert me zinxhir dhe për 50 vjet askush nuk guxoi të fliste për atë natë, për atë familje, për atë arratisje që kishte tronditur fshatin. Por tani, për herë të parë, të mbietuarit po flasin, duke thyer heshtjen që ka zgjatur për gjysmë shekulli. Agimi Starova, që tani jeton në Shkup, një burr i moshuar me flokë të thinjur dhe me sy që ende mbajnë dhimbjen e asaj nate, pranoi të ndaj historinë e tij. Ajo natë më ndryshoi përgjithmonë, thot ai, duke shikuar nga dritarja e shtëpisë së tij, sikur ende po shikon ujërat e liçenit të Ohrit. Unë ende e dëgjoj zërin e nënës sime duke na thënë të mos bëjmë zhurmë, ende e ndjej ujin e ftohtë duke depërtuar në vark, ende e shoh dritën e reflektorit që na kapi në mes të liçenit. Dhe ende pyes veten, kush na tradhtoi? Kush ishte burri që erdhi në shtëpinë tonë atë mbrëmje? Dhe pse, edhe pasi kaluam kufirin, ndjeva se dikush ende po na ndiqte, se dikush ende po na shikonte? Historia e familjes Starova nuk është vetëm një histori arratisje, një histori guximi dhe mbijetese. Është një histori tradhtie, një histori se si njerëzit mund të shiten njëri tjetrin për frikë, për interes, për mbijetesë. Është një histori e një ndarjeje që zgjati 50 vjet, e një familjeje që u ndau nga kufiri, nga politika, nga historia. Është një histori që autoritetet përpiqeshin ta fshinin, ta mohonin, ta varrosnin në shtresa dokumentesh dhe gënjeshtrash. Por tani, më në fund, po del në dritë, duke na treguar se çfarë ndodhi atë natë kur liçeni u bë varr për shumë, por shpëtim për pak. Në një zyrë të vogël në qendër të Shkupit, e fshehur në katin e tretë të një ndërtese të vjetër socialiste, ruhet një dosje që autoritetet jugoslave nuk deshën kur ta hapnin për publikun. Brenda saj gjenden dokumente që tregojnë se çfarë ndodhi me familjen Starova në ditët e para pas arritjes së tyre në brigjet e Maqedonisë. Një nga këto dokumente është një raport mjekësor i shkruar me dorëshkrim të shpejt nga një mjek i qendrës së refugjatëve, që përshkruan gjendjen e familjes kur ata u sollën për herë të parë për kontroll. Pacienti numër 134, mashkull, rreth 45 vjeç, shfaq shenja të hipotermisë së rëndë, plagë të hapura në duar nga remitja dhe një gjendje të thellë shoku psikologjik, shkruante mjeku. Gruaja, pacienti numër 135, është në gjendje edhe më të keqe, me temperatura trupi nën normalen, duke dridhur në mënyrë të pakontrolluar dhe duke refuzuar të lërë fëmijët e saj edhe për një moment. Por ajo që është më shqetësuese në këtë raport është një shënim i vogël në fund, i shkruar me shkronja të vogla, sikur mjeku kishte frikë se dikush mund ta lexonte. Fëmia më i vogël, mashkull, 9 vjeç, ka shenja të mundshme të abuzimit fizik të mëparshëm, me gjurmë të vjetra në shpinë dhe në krah që nuk mund të shpjegohen vetëm nga udhëtimi. Ky shënim nuk u hetua kurrë, nuk u përmend në asnjë raport zyrtar, dhe dosja u mbyll dhe u fsheh në arkivat e thella të shtetit jugosllav. Por tani, për herë të parë, kjo dosje është hapur dhe ajo ngre pyetje të rënda. Çfarë kishte kaluar familja Starova para se të vendoste të arratisej? Çfarë kishte ndodhur në atë shtëpi në Pogradec që askush nuk e dinte? Dhe pse autoritetet shqiptare ishin aq të vendosur ta kapnin këtë familje, aq shumë sa ishin të gatshëm të vrisnin edhe fëmijët? E vërteta, sipas dëshmive të reja që po dalin në dritë, është shumë më e errët se sa mund të imagjinohet.
Petriti Starova nuk ishte thjesht një mësues që kishte bërë një koment të gabuar në një mbledhje. Ai kishte qenë dëshmitari diçkaje që nuk duhej të shite kur, diçkaje që mund të shkatëronte karrierat e njerëzve shumë të fuqishëm në hierarkinë e partisë. Në verën e vitit 1987, Petriti ishte ftuar në një vilë pranë Pogradecit, një ndërtesë të madhe me mure të larta dhe me kopshte të gjera që i përkisnin një zyrtari të lartë të partisë. Ai ishte ftuar si mësues për të dhënë mësime private për djalin e zyratarit, një djalë të ri që kishte vështirësi në shkollë dhe që kishte nevojë për ndihmë shtesë. Por një mbrëmje, ndërsa Petriti po priste në sallonin e vilës që djali të kthehej nga një aktivitet tjetër, ai dëgjoi zëra që vinin nga një dhomë në katin e sipërm. Ishin zëra të lartë, të zemëruar, zëra që bërtisnin dhe kërcënonin. Dhe pastaj një zhurmë e fortë, sikur diçka e rëndë kishte rënë në dy sheme. Petriti i shqetësuar u ngrit dhe u afrua nga shkallët, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë po ndodhte. Dhe atëherë ai pa diçka që e ngriti në këmbë, një burr po tërhiqej me forcë nga dy roje të armatosura, duke u përpjekur të rezistonte, duke bërtitur se ishte i pafajshëm, se kishte familje, se nuk kishte bërë asgjë të keq. Zyrtari i lartë i partisë qëndronte në hyrje të dhomës, duke shikuar me një shprehje të ftohtë, të paekspresionuar, dhe pastaj tha vetëm një fjalë: "Çojeni." Burri u zhduk në errësirën e natës dhe Petriti kur nuk e pa më. Por ai e dinte se kishte parë diçka që nuk duhej të shite, dhe ai e dinte se tani jeta e tij ishte në rrezik. Kjo ngjarje shpjegon shumë gjëra që nuk kishin kuptim më parë. Shpjegon pse Petriti filloi të ndiqej nga njerëz të panjohur, pse telefoni i tij filloi të bënte zhurmë të çuditshme, sikur dikush po dëgjonte bisedat e tij, pse fqinjet filluan të silleshin ndryshe me të, duke e shmangur në rrugë, duke mos e përshëndetur më. Shpjegon pse, kur ai shkoi te autoritetet për të raportuar se po ndiqej, ata e trajtuan me mosbesim, duke i thënë se ishte paranojak, se po imagjinonte gjëra. Dhe shpjegon pse, kur ai më në fund mori vendimin të arratisej, autoritetet ishin aq të vendosura ta kapnin, sepse ai nuk ishte thjesht një arratisës i zakonshëm. Ai ishte një dëshmitar i një krimi që mund të ekspozonte korrupsionin dhe dhunën në nivelet më të larta të pushtetit. Por kush ishte burri që Petriti pa atë natë? Çfarë kishte bërë ai që meritonte një fat aq të tmerrshëm? Dhe çfarë ndodhi me të pas asaj nate? Këto pyetje mbetën pa përgjigje për dekada, derisa në vitin 1998, kur arkivat e sigurimit filluan të hapeshin pjesërisht, u zbulua një listë me emra të njerëzve që ishin zhdukur gjatë viteve 80. Një nga këto emra ishte Agron Mhili, një inxhinier nga Elbasani që kishte akuzuar publikisht një zyrtar të lartë për keqpërdorim të fondeve publike. Ai ishte arrestuar në shtëpinë e tij në mes të natës, ishte marrë pa asnjë akuzë zyrtare, dhe kur nuk ishte parë më. Familja e tij kishte kërkuar për të për vite, por autoritetet thonin se nuk kishin asnjë informacion, se ai ndoshta kishte arratisur, se ndoshta kishte vdekur në një aksident. Por tani, me hapjen e dosjeve, u zbulua se Agron Mhili kishte qenë në atë vilë në Pogradec atë natë, se ai ishte burri që Petriti kishte parë duke u tërhequr me forcë, dhe se ai kishte përfunduar në një kamp pune në veri, ku kishte humbur jetën brenda 6 muajve nga sëmundjet dhe nga kushtet e tmerrshme. Kjo zbulim e shkatërroi Petritin. Kur ai mësoi vite më vonë se burri që kishte parë atë natë kishte vdekur, ai ndjeu një faj të thellë, një ndjenjë se ai mund të kishte bërë diçka, se ai mund të kishte folur, se ai mund të kishte ndihmuar. Por ai e dinte se nëse kishte folur, nëse kishte shkuar te autoritetet, ai vetë do të kishte përfunduar në të njëjtin vend dhe familja e tij do të kishte mbetur pa mbrojtje, pa mbështetje, pa shpresë. Kështu që ai heshti, duke mbajtur sekretin brenda vetes, duke e lënë atë të hante shpirtin e tij çdo ditë, çdo orë, çdo moment. Dhe kur ai më në fund vendosi të arratisej, ai e bëri jo vetëm për të shpëtuar veten dhe familjen e tij, por edhe për të shpëtuar nga faji që e mundte, nga kujtimi i atij burri që ai nuk kishte mundur ta ndihmonte. Por çfarë ndodhi me familjen Starova pasi ata arritën në Maqedoni? Si u trajtuan nga autoritetet jugoslave? Dhe pse, edhe pasi kishin kaluar kufirin, ata ende nuk ndiheshin të sigurt, ende nuk ndiheshin të lirë? Për muaj të tërë pas arritjes së tyre në brigjet e Maqedonisë, familja Starova jetoi në një limbo të frikshëm, duke mos ditur nëse do të lejoheshin të qëndronin apo do të ktheheshin mbrapa në Shqipëri, në duart e atyre që ata kishin ikur. Ata u vendosën në një qendër pritjeje për refugjat në Strug, një ndërtesë e vjetër që kishte qenë dikur një shkollë, por që tani ishte shndërruar në një vend ku njerëzit që kishin ikur nga regjime të ndryshme pritnin që fati i tyre të vendosej.
Kushtet ishin të vështira, dhomat ishin të ftohta dhe të lagura, ushqimi ishte i kufizuar dhe i cilësisë së dobët, dhe nuk kishte asnjë privatësi, asnjë hapësirë ku ata mund të ndiheshin të sigurt. Por më e keqja nuk ishin kushtet fizike, por frika psikologjike që i mundte çdo ditë. Çdo herë që dikush trokiste në derë, çdo herë që dëgjonin hapa në korridorin jashtë dhomës së tyre, zemrat e tyre ndaloheshin, duke menduar se ndoshta ishin autoritetet që vinin për t'i marrë, për t'i kthyer mbrapa. Dhe frika e tyre nuk ishte e pabazuar. Sipas dokumenteve që janë zbuluar kohët e fundit, autoritetet jugoslave kishin një marrëveshje të fshehtë me regjimin shqiptar, një marrëveshje që lejonte kthimin e refugjatëve në rrethana të caktuara. Nëse një refugjat konsiderohej i rrezikshëm për sigurinë e shtetit jugoslav, ose nëse kishte informacion që mund të ishte i vlefshëm për autoritetet shqiptare, ai mund të kthehej mbrapa, pa asnjë proces ligjor, pa asnjë të drejtë për t'u mbrojtur. Kjo praktik ishte e fshehtë, e mohuar publikisht, por e zbatuar në heshtje, në errësirën e natës, kur askush nuk shikonte. Dhe familja Starova e dinte këtë, sepse ata kishin dëgjuar histori të tjera, histori të familjeve që kishin arratisur, që kishin menduar se ishin të sigurt, por që pastaj ishin zhdukur një natë, pa asnjë shpjegim, pa asnjë gjurmë. Një nga këto histori ishte historia e familjes Kola, një familje nga Korça që kishte arratisur disa muaj para Starovëve. Ata kishin arritur në Maqedoni, kishin qenë vendosur në të njëjtën qendër refugjatësh dhe kishin filluar të ndërtonin një jetë të re, duke mësuar gjuhën, duke gjetur punë të vogla, duke shpresuar se një ditë do të mund të largoheshin nga qendra dhe të jetonin si njerëz normal. Por një natë, pa asnjë paralajmërim, ata u morën nga rojet e armatosura, u vendosën në një kamion dhe u transportuan drejt kufirit. Askush nuk e dinte se çfarë kishte ndodhur me ta, derisa muaj më vonë, një dëshmitar që kishte qenë në kufir atë natë tregoi se ai kishte parë një familje duke u dorëzuar te rojet shqiptare, duke u marrë me forcë, duke bërtitur për ndihmë, por askush nuk kishte bërë asgjë. Kjo histori u përhap në qendrën e refugjatëve si një zjarr, duke krijuar një frikë të thellë te të gjithë ata që jetonin atje, duke i bërë të kuptojnë se edhe pasi kishin kaluar kufirin, ata ende nuk ishin të sigurt. Familja Starova jetoi me këtë frikë për muaj të tërë, duke u përpjekur të mos tërhiqnin vëmendjen, duke mos folur shumë me të tjerët, duke mos bërë asnjë gjë që mund të konsiderohej e dyshim. Por kishte diçka që i bënte edhe më të frikësuar, prania e një burri të huaj që shfaqej shpesh në qendrën e refugjatëve, një burr që nuk ishte pjesë e stafit, që nuk ishte zyrtar jugoslav, por që fliste shqip me një theks të çuditshëm. Një theks që nuk ishte as nga veriu, as nga jugu, por diçka në mes, diçka që dukej artificiale, sikur ai po përpiqej të fshihte origjinën e tij të vërtetë. Ky burr vinte në qendër çdo javë, bisedonte me refugjatët, bënte pyetje të vogla, të pafajshme në dukje, por që në të vërtetë ishin të dizajnuara për të mbledhur informacion. Nga vinin, pse kishin ikur, çfarë e dinin për lëvizjet e tjera të ngjashme, nëse kishin kontakte me njerëz të tjerë që ende ishin në Shqipëri. Një ditë, ky burr erdhi në dhomën e familjes Starova. Ai trokiti në derë, hyri pa pritur përgjigje dhe u ul në një karrige pranë dritares, duke shikuar Petritin me një shprehje të ftohtë, të pa ekspresionuar. Unë e di pse ikët, tha ai, duke folur me një zë të ulët, të qetë, por të mbushur me kërcënim. Unë e di se çfarë pat. Dhe unë e di se çfarë mund të thoni nëse vendosni të flisni. Petriti ndjeu një të ftohtë që i kaloi nëpër shpinë, një ndjenjë se kjo nuk ishte një bisedë e thjeshtë, por një kërcënim i qartë. Burri vazhdoi, familja juaj në Shqipëri është ende atje. Gjyshi juaj, që jeton në fshat, është i moshuar, i dobët. Motra e gruas suaj, që punon në një fabrikë në Elbasan, ka 2 fëmijë të vegjël. Do të ishte turp nëse diçka e keqe do t'u ndodhte atyre, vetëm sepse ju vendosët të flisni me njerëzit e gabuar. Kjo ishte taktika e regjimit, edhe pasi njerëzit iknin, ata ende mbanin kontrollin përmes frikës, përmes kërcënimit ndaj atyre që kishin mbetur. Familja Starova nuk ishte e lirë, edhe pasi kishte kaluar kufirin. Ata ishin robër të një sistemi që i ndiqte edhe përtej kufive, që i mbante në heshtje, që i detyronte të jetonin me frikën se çdo fjalë që thonin mund të kishte pasoja të tmerrshme për ata që donin. Pas kësaj vizite, Petriti u bë edhe më i mbyllur, edhe më i heshtur. Ai nuk fliste më me refugjatët e tjerë, nuk dilte nga dhoma përveç se kur ishte absolutisht e nevojshme, dhe kalonte orë të tëra duke shikuar nga dritarja, duke parë ujërat e liçenit të Ohrit në largësi, duke menduar për familjen që kishte lënë pas, duke u pyetur nëse ata ishin të sigurt, nëse ata po paguanin çmimin e arratisjes së tij.
Drita, gruaja e tij, u përpoq ta ngushëllonte, por edhe ajo ishte e shkatëruar nga frika dhe nga faji. Ajo mendonte për motrën e saj, për fëmijët e saj, për prindërit e saj që ishin ende në Shqipëri, dhe ajo pyeste veten çdo ditë nëse kishte bërë gjën e duhur, nëse kishte ja vletur të rrezikonte gjithçka për një shans për liri që tani dukej aq e brisht, aq e pasigurt. Por kishte edhe një sekret tjetër që familja Starova mbajti për vite, një sekret që ishte aq i dhimbshëm sa ata nuk mund ta ndanin me askën. Mira, vajza 15 vjeçe, kishte filluar të ndjente të këqija në mëngjes, të kishte marramendje, të kishte ndryshime në trupin e saj që ajo nuk i kuptonte plotësisht. Ajo kishte frikë se ishte e sëmur, se diçka e keqe po ndodhte me të, por ajo nuk guxonte t'i thoshte askujt, as nënës së saj, as vëllezërve të saj. Ajo mbajti sekretin për javë të tëra, duke vuajtur në heshtje, duke u përpjekur të fshinte dhimbjen dhe frikën. Vetëm kur ajo më në fund nuk mund ta mbante më, kur trupi i saj filloi të ndryshonte në mënyra që nuk mund të fshiheshin, ajo ja rrëfeu të vërtetën nënës së saj. Ajo ishte shtatzën. Kjo zbulim e shkatërroi Dritën. Ajo qau për orë të tëra, duke mbajtur vajzën e saj në krah, duke u përpjekur të kuptonte se si kishte ndodhur kjo, kur kishte ndodhur dhe pse Mira nuk kishte folur më herët. Mira, me lot në sy, i tregoi nënës së saj se kishte ndodhur në Shqipëri pak para se të aratiseshin, por ajo nuk kishte guxuar të fliste, sepse kishte frikë se nëse zbulohej, familja do të refuzonte të ikte, do të mbetej për shkak të saj, dhe ajo do të ishte arsyeja që të gjithë do të vuanin. Kështu që ajo kishte heshtur, duke mbajtur sekretin brenda vetes, duke e lënë atë ta hante çdo ditë, çdo orë, çdo moment. Drita e kuptoi se vajza e saj kishte vuajtur më shumë se kushdo tjetër në familje, se ajo kishte mbajtur një barë që asnjë fëmijë 15 vjeç nuk duhet ta mbante kurrë. Dhe ajo vendosi se do të bënte gjithçka që ishte e mundur për ta mbrojtur, për t'i dhënë një shans për një jetë normale, për një të ardhme që nuk do të ishte e shkatëruar nga e kaluara. Por si mund ta bënte këtë në një vend ku ata nuk kishin të drejta, ku ata nuk kishin dokumente, ku ata jetonin në një limbo ligjor që mund të zgjaste për vite? Çfarë ndodhi me Mirën dhe me fëmijën e saj? Si arriti familja Starova të mbijetonte në kushtet e vështira të qendrës së refugjatëve? Dhe çfarë ndodhi me ata që kishin mbetur në Shqipëri, me familjet që po paguanin çmimin e aratisjes së Starovëve? Në një kuti metalike të fshehur në bodrumin e një shtëpie të vjetër në Strug, e mbyllur me dry të ndryshkur dhe e mbuluar me shtresa pluhuri që kishin grumbulluar për dekada, u zbulua një kaset audio që askush nuk e priste të gjente. Kaseta ishte regjistruar në vitin 1989, vetëm 3 muaj pas arritjes së familjes Starova në Maqedoni, dhe zëri që dëgjoi në të ishte i Petritit, por ai nuk fliste vetëm. Kishte edhe një zë tjetër, një zë që tingëllonte i njohur për ata që e njihnin historinë e familjes, por që për 50 vjet kishte mbetur i fshehur, i paidentifikuar, i harruar. Kaseta u zbulua rastësisht nga një punëtor që po riparonte themelet e shtëpisë së vjetër ku Starovët kishin jetuar për disa muaj pas daljes nga qendra e refugjatëve, dhe kur ai e dëgjoi për herë të parë, ai kuptoi menjëherë se kishte në duar një provë që mund të ndryshonte gjithçka që dinim për atë periudhë. Në regjistrim, Petriti flet me një zë të lodhur, të thyrë, sikur çdo fjalë që thotë rëndon më shumë se sa mund të mbajë. Ata e dinë se ku jemi. Ata e dinë se çfarë pash atë natë në vil. Dhe tani ata duan të më heshtësin përgjithmonë, jo duke më vrarë, por duke më mbajtur në këtë ferë, duke më bërë të jetoj me frikën se çdo ditë mund të jetë e fundit, se çdo natë mund të vijnë për mua dhe për familjen time. Zëri tjetër, që më vonë u identifikua si një gruaje që kishte punuar si përkthyese në qendrën e refugjatëve, përgjigjet me një ton të butë, por të mbushur me dhimbje. Atëherë duhet të flasësh. Duhet t'ua tregosh botës se çfarë po ndodh, sepse nëse hesht, ata do të fitojnë dhe historia jote do të zhduket sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. Por Petriti nuk foli. Ai mbajti sekretin e tij për vite të tëra, duke jetuar me barën e asaj që kishte parë, duke u përpjekur të mbronte familjen e tij nga pasojat që mund të vinin nëse e vërteta dilte në drilë. Kush ishte kjo grua që po e këshillonte të fliste? Pse Petriti po regjistronte këtë bisedë në një kohë kur çdo fjalë mund të ishte e rrezikshme? Dhe çfarë kishte parë ai në atë vil në Pogradec që e bëri aq të rrezikshëm për regjimin, aq shumë sa ata ishin të gatshëm ta ndiqnin edhe për te kufive, edhe në një vend ku ai mendonte se do të ishte i sigurt? Kjo kaset hap një kapitull të ri në historinë e familjes Starova, një kapitull që zbuloi se aratisja e tyre nuk ishte thjesht një akt dëshpërimi, por një plan i menduar me kujdes,
I koordinuar me njerëz që rrezikonin jetën e tyre për t'i ndihmuar, por që në të njëjtën kohë ishin të lidhur me rrjete të fshehta që shtrieshin nga Shqipëria deri në Jugosllavi, rrjete që kishin interesat e tyre, që luanin lojra të rrezikshme me jetët e njerëzve. Gruaja në kaset, sipas analizës së zërit dhe sipas dëshmive të reja që po dalin në dritë, ishte Vera Lleshi, një infermiere që kishte punuar në spitalin e Pogradecit për 20 vjet, por që kishte një jetë të dytë. Një jetë që askush nuk e dinte, një jetë që ajo kishte mbajtur të fshehtë edhe nga familja e saj më e ngushtë. Vera kishte qenë mikja më e ngushtë e Dritës, gruas së Petritit, që nga koha e shkollës, kur ato ishin vajza të reja që ëndërronin për një të ardhme më të mirë, për një botë ku ato mund të jetonin të lira, pa frikë, pa presion. Por pas viteve 70, kur presioni i regjimit u bë më i fortë, kur çdo lëvizje mbikëqyrej, kur çdo fjalë mund të bëhej akuzë, ato kishin humbur kontaktin, ose kështu mendonte të gjithë bota. Në të vërtetë, Vera kishte vazhduar të takohej me Dritën në fshehtësi, në vende të ndryshme, duke u siguruar që askush nuk i shihte, duke përdorur kode të thjeshtë për të komunikuar, duke jetuar një jetë të dyfish që e konsumonte nga brenda. Por Vera nuk ishte thjesht një mik besnik që po përpiqej të ndihmonte një shoqe të vjetër. Ajo ishte edhe diçka më shumë, diçka që ajo nuk kishte treguar kurrë për askënd. Ajo ishte pjesë e një rrjeti të fshehtë të njerëzve që ndihmonin familjet të aratisnin nga Shqipëria, një rrjet që nuk kishte emër zyrtar, që nuk kishte strukturë formale, që ekzistonte vetëm në heshtje, në errësirë, në besimin e ndërsjellë midis njerëzve që kishin vendosur se nuk mund të qëndronin duar kryq ndërsa familjet shkatërroheshin nga regjimi. Ky rrjet kishte filluar të formohej në fillim të viteve 80, kur disa njerëz që punonin në pozicione të ndryshme, në spitale, në shkolla, në fabrika, në porte, filluan të kuptojnë se ata mund të bënin diçka, se ata mund të ndihmonin, se ata mund të shpëtonin jetë. Ata ndihmonin duke siguruar varka, duke dhënë informacion për lëvizjet e rojeve kufitare, duke fshehur njerëzit që prisnin momentin e duhur për të ikur, duke krijuar dokumente false, duke hapur rrugë që dukeshin të pamundura. Vera kishte qenë pjesë e këtij rrjeti për vite, por askush nuk e dinte, as familja e saj, as kolegët e saj, as autoritetet që e mbikëqyrnin çdo ditë. Ajo jetonte një jetë të dyfish, ditën ishte një infermiere e respektuar që kujdesej për pacientët e saj me përkushtim dhe me dashuri, natën ishte një rebel që rrezikonte gjithçka për të shpëtuar jetë, për të dhënë shpresë atyre që kishin humbur çdo shpresë. Kur Petriti erdhi tek ajo dhe i tregoi se çfarë kishte parë në atë vilë në Pogradec, Vera e kuptoi menjëherë se kjo nuk ishte një rast i zakonshëm, se kjo nuk ishte thjesht një familje që donte të ikte për kushte më të mira ekonomike, por një familje që ishte në rrezik të vërtetë, një familje që mund të zhdukej nëse nuk veprohej shpejt. Petriti kishte qenë dëshmitar i një ekzekutimi të fshehtë, një ekzekutimi që ishte urdhëruar nga vetë maja e pushtetit, një ekzekutim që nuk duhej të dijej kurrë, që duhej të mbetej sekret për gjithmonë. Ai kishte parë një burr që ishte akuzuar për tradhti, që ishte marrë nga shtëpia e tij në mes të natës, që ishte çuar në atë vilë dhe që ishte zhdukur për gjithmonë, pa gjurmë, pa dëshmi, pa asnjë shpjegim zyrtar. Petriti kishte qenë atje rastësisht, sepse ai ishte ftuar në atë vilë për të dhënë mësime private, por kur arriti, ai kuptoi se kishte hyrë në diçka shumë më të errët, në një botë që ai nuk e dinte se ekzistonte, në një sistem që funksiononte në heshtje, në errësirë, në frikë. Ai pa burrat me uniforma, pa armët, pa frikën në sytë e viktimës që po tërhiqej me forcë, pa shprehjen e ftohtë në fytyrën e zyrtarit të lartë që kishte dhënë urdhrin. Dhe ai pa se çfarë ndodhi pas, edhe pse ai u përpoq të mos shikonte, edhe pse ai u përpoq të largohej, edhe pse ai u përpoq të harronte. Vera e këshilloi Petritin të mos fliste për atë që kishte parë, të bënte sikur nuk kishte ndodhur asgjë, të vazhdonte jetën e tij normale, sepse nëse fliste, ai do të ishte i radhës dhe familja e tij do të vuante pasojat. Por Petriti nuk mund të jetonte me këtë sekret, nuk mund të shikonte në sytë e fëmijëve të tij dhe të bënte sikur gjithçka ishte normale, nuk mund të flinte natën pa parë fytyrën e atij burri që ishte zhdukur. Ai filloi të shfaqte shenja të stresit, të pagjumësisë, të paranojës që e konsumonte nga brenda. Ai e dinte se ata që kishin kryer ekzekutimin e dinin se ai kishte qenë atje, dhe se ata do të vinin për të, se ishte vetëm çështje kohe. Kështu që Vera e ndihmoi atë të planifikonte aratisjen duke përdorur kontaktet e saj në rrjetin e fshehtë, duke gjetur një peshkatar që mund t'i jepte një vark, duke mbledhur informacion për lëvizjet e rojeve kufitare, duke krijuar një plan që dukej i pamundur, por që ishte e vetmja shans që ata kishin. Ajo i tregoi se kur ishte momenti më i mirë për të ikur, se si të shmangej patrullat, se ku të shkonte pasi të arrinte në anën tjetër, se kujt mund t'i besonte dhe kujt jo.
dhe ajo regjistroi bisedën e tyre jo për të kërcënuar Petritin, por për të pasur një provë në rast se diçka shkonte keq, në rast se ata kapeshin, në rast se historia e tyre duhej të tregojë një dil. Por diçka shkoi keq, sepse edhe pse Vera ishte e kujdesshme, edhe pse ajo kishte marrë të gjitha masat e sigurisë që mund të merrte, dikush e kishte parë, dikush e kishte dyshuar, dikush kishte raportuar. Fqini tradhetar, ai që kishte raportuar për Petritin te autoritetet, kishte parë edhe Verën duke shkuar në shtëpinë e Starovëve, kishte vënë re se ajo vinte shpesh, se ajo qëndronte për orë të tëra, se ajo fliste me Petritin në heshtje, në errësirë, në fshehtësi. Ai nuk e dinte se çfarë po diskutoi, por ai e raportoi edhe këtë, duke shtuar një dyshim të ri, një akuzë të re, një kërcënim të ri. Dhe kështu, kur familja Starova u nis në ujë, autoritetet nuk ishin duke pritur vetëm për ta, por edhe për Verën, për të gjithë ata që kishin ndihmuar, për të gjithë ata që kishin qenë pjesë e planit. 3 ditë pas arratisjes së Starovëve, Vera u arrestua në spital, në mes të turnit të saj, ndërsa ajo po kujdesej për një pacient të moshuar që kishte nevojë për ndihmë urgjente. Ajo nuk u akuzua menjëherë, sepse autoritetet donin të mësonin më shumë, donin të dinin se kush tjetër ishte pjesë e rrjetit, se sa familje të tjera kishin ikur me ndihmën e saj, se kush ishin bashkëpunëtorët e saj, se si funksiononte sistemi që ajo kishte ndërtuar. Vera u mbajt në një qel për 3 muaj, ku u pyet çdo ditë, ku u kërcënua me pasoja të tmerrshme nëse nuk bashkëpunonte, ku u torturua psikologjikisht me metoda që nuk linin gjurmë fizike, por që thyen shpirtin. Por ajo nuk foli, nuk dha asnjë emër, nuk pranoi asgjë, nuk tradhtoi askën. Ajo thjesht tha, përsëri dhe përsëri, me një zë që bëhej gjithnjë më i dobët, por që nuk humbi kur vendosmërinë. Unë nuk di për çfarë po flisni. Unë jam vetëm një infermiere që kujdesem për pacientët e mi. Unë nuk kam bërë asgjë të keqe. Por autoritetet nuk e besuan, sepse ata e dinin se ajo ishte më shumë se sa dukej, se ajo kishte luajtur një rol kyç në arratisjen e Starovëve, se ajo ishte pjesë e diçkaje më të madhe. Dhe kështu, ata vendosën ta dënojnë, jo me burg, sepse ajo do të ishte një dëshmi e qartë që mund të tërhiqte vëmendjen, por me diçka më të keqe, me diçka që do ta shkatëronte ngadalë, pa zhurmë, pa dëshmi, me izolim të plotë. Vera u dërgua në një fshat të largët në veri, në një vend ku nuk kishte asnjë lidhje me botën e jashtme, ku ajo u detyrua të punonte si infermiere në një klinikë të vogël që shërbente për fshatrat përreth, pa të drejtë të largohej, pa të drejtë të komunikonte me familjen e saj, pa të drejtë të jetonte një jetë normale. Ajo kaloi 20 vjet atje, duke jetuar në një shtëpi të vogël me mure të çara dhe me çati që pikonte kur binte shi, duke kujdesur për pacientë që vinin nga fshatrat përreth, duke mbajtur sekretin e saj të mbyllur në zemër, duke mos folur kurrë për atë që kishte bërë, për ata që kishte ndihmuar, për çmimin që kishte paguar. Vetëm pas rënies së regjimit, në vitin 1991, Vera u lirua dhe u lejua të kthehej në Pogradec. Por ajo gjeti një qytet që kishte ndryshuar, një jetë që kishte vazhduar patë, një botë që nuk e njihte më. Miqtë e saj kishin vdekur ose kishin ikur, familja e saj ishte shpërndar, dhe ajo ishte një grua e vjetër, e lodhur, e thyer nga vitet e izolimit, nga vitet e heshtjes, nga vitet e vuajtjes që askush nuk i njihte. Por ajo ende mbante kasetën, të fshehur në një vend të sigurt, duke pritur ditën kur do të mund ta tregonte të vërtetën, kur historia e saj do të dëgjohej, kur sakrifica e saj do të njihej. Kur kaseta u zbulua, Agimi Starova, djali më i madh i familjes që tani jetonte në Shkup, u kontaktua menjëherë dhe u ftua të dëgjonte regjistrimin. Ai erdhi me një ndjenjë të përzier frike dhe kurioziteti, duke mos ditur se çfarë do të gjente, duke mos ditur se çfarë do të dëgjonte. Kur ai e dëgjoi zërin e babait të tij, zërin që ai nuk e kishte dëgjuar për vite të tëra, ai filloi të qante, duke mbajtur kokën me duar, duke u përpjekur të kontrollonte emocionet që po e mbytën. Unë nuk e dija, tha ai, me një zë të thyer nga dhimbja. Nuk e dija se ajo kishte bërë aq shumë për ne. Nuk e dija se ajo kishte vuajtur aq shumë për shkak tonin. Nuk e dija se babai im kishte mbajtur këtë sekret për vite, duke jetuar me frikën se dikush do të zbulonte të vërtetën. Ai u përpoq të gjente Verën, të takohej me të falenderonte për gjithçka që ajo kishte bërë, por zbuloi se ajo kishte vdekur 2 vjet më parë, në heshtje, pa u njohur kurrë për guximin e saj, pa u festuar kurrë për sakrificat e saj. Ajo kishte jetuar dhe kishte vdekur si një hero e panjohur, një grua që kishte sakrifikuar gjithçka për të shpëtuar të tjerët, por që kurrë nuk kishte kërkuar njohje apo falënderim, që kishte mbajtur sekretin e saj deri në fund. Historia e Verës Lleshit është një histori që na kujton se pas çdo arratisje të suksesshme, ka njerëz që paguajnë çmimin, ka njerëz që rrezikojnë gjithçka, ka njerëz që vuajnë në heshtje,
Ka njerëz që sakrifikojnë lirinë e tyre për të dhënë të tjerëve një shans. Dhe shpesh, këta njerëz nuk njihen kurrë, nuk festohen kurrë, nuk përmendet kurrë në histori, por pata, shumë familje nuk do të kishin mbijetuar, shumë histori nuk do të ishin treguar kurrë, shumë jetë do të ishin humbur përgjithmonë. Por çfarë ndodhi me sekretin që Petriti mbajti për vite? Çfarë kishte parë ai në atë vilë që e bëri aq të rrezikshëm për regjimin? Dhe kush ishte burri që u ekzekutua atë natë, burri që Petriti pa duke u zhdukur përgjithmonë, burri që historia zyrtare përpiqej ta fshinte nga kujtesa kolektive? Në vitin 1999, kur arkivat e sigurimit u hapën pjesërisht dhe gazetarët investigativ filluan të kërkojnë në dosjet e vjetra, një gazetar nga Tirana mori një dosje që përmbante emrin e Petrit Starova dhe që kishte një vulë të kuqe në kapak me shkronjat "Sekreti i shtetit, nuk hapet para vitit 2050". Por gazetari, duke përdorur kontaktet e tij dhe duke rrezikuar karrierën e tij, arriti ta hapte dosjen dhe të lexonte përmbajtjen e saj. Brenda saj ishin raporte të detajuara për lëvizjet e Petritit, për takimet e tij, për njerëzit që ai kishte takuar, për bisedat që ai kishte pasur, për çdo detaj të jetës së tij që autoritetet kishin mbikëqyrur për muaj të tërë. Por kishte edhe një dokument që ngrinte pyetje të mëdha, një dokument që ndryshonte gjithçka që dinim për atë periudhë, një raport i shkruar nga një oficer i lartë i sigurimit, i datuar 5 ditë para aratisjes së Starovëve, ku thuhej me shkronja të mëdha, të theksuara: subjekti Petrit Starova është dëshmitar i një operacioni të klasifikuar që përfshin eliminimin e një elementi armiqësor. Ai duhet të heshtet me çdo mënyrë të nevojshme. Nëse ai përpiqet të largohet, duhet të ndalohet me forcë. Nëse ai flet, duhet të merren masa përfundimtare. Ky dokument konfirmonte atë që shumë kishin dyshuar për vite. Petriti nuk ishte thjesht një mësues që kishte bërë një koment të gabuar në një mbledhje, por një dëshmitar i një krimi shtetëror, një njeri që kishte parë diçka që nuk duhej të shihte kurrë, dhe për këtë arsye, ai duhej të zhdukej, të heshte, të harrohej. Por kush ishte viktima e atij ekzekutimi që Petriti kishte parë në atë vilë në Pogradec? Gazetari investigoi më tej, duke kërkuar në dosje të tjera, duke intervistuar njerëz që kishin punuar në atë periudhë, duke mbledhur copëza informacioni që ishin shpërndarë në vende të ndryshme. Dhe më në fund, ai zbuloi një emër që kishte qenë i fshehur për dekada: Flamur Dervishi, një inxhinier i njohur që kishte punuar në projekte të mëdha infrastrukturore në Shqipëri, një njeri që kishte qenë i respektuar, një anëtar i partisë, një njeri që dukej se kishte gjithçka që mund të dëshironte. Por ai kishte bërë një gabim fatal, një gabim që i kushtoi jetën. Ai kishte zbuluar korrupsion në nivelet më të larta të pushtetit, kishte parë se si fondet publike po vidhen, se si projektet po manipuloheshin për të përfituar njerëz të caktuar, se si zyrtarët e lartë po pasuroheshin ndërsa populli vuante në varfëri. Dhe ai kishte vendosur të fliste, të shkruante një raport të detajuar, të dokumentonte të gjitha shkeljet që kishte parë, të dorëzonte këtë raport te një zyrtar që ai mendonte se ishte i besueshëm, që ai mendonte se do të vepronte për të ndaluar korrupsionin. Por ai zyrtar ishte pjesë e sistemit të korruptuar, ishte një nga ata që përfitonin nga vjedhjet, ishte një nga ata që kishin interes që e vërteta të mos dilte kurrë në dritë. Ai mori raportin, e lexoi me kujdes dhe pastaj e dorëzoi te ata që ishin të akuzuar, duke i treguar se Flamur Dervishi po përpiqej t'i ekspozonte, se ai po kërcënonte të gjithë sistemin, se ai duhej të ndalohej para se të ishte shumë vonë. Dhe kështu, Flamuri u bë një kërcënim që duhej të eliminohej, një njeri që duhej të zhdukej, një histori që duhej të harrohej. Ekzekutimi i Flamurit u krye në atë vilë të fshehtë pranë Pogradecit, në një natë pa hënë, në prani të vetëm disa njerëzve që kishin urdhër të qartë për atë që duhej të bëhej. Petriti Starova ishte atje rastësisht, sepse ai ishte ftuar në atë vilë për të dhënë mësime private për djalin e zyratarit, por kur arriti, ai kuptoi se kishte hyrë në diçka shumë më të errët, në një botë që ai nuk e dinte se ekzistonte. Ai pa Flamurin duke u sjell me forcë nga 2 roje të armatosura, duke u përpjekur të rezistonte, duke bërtitur se ishte i pafajshëm, se kishte familje, se nuk kishte bërë asgjë të keq përveç se të thoshte të vërtetën. Ai pa se si Flamuri u detyrua të nënshkruante një dokument ku pranonte gabimet e tij, ku kërkonte falje për akuzat e rreme që kishte bërë, ku premtonte të heshte përgjithmonë. Dhe pastaj, Petriti pa se si Flamuri u çua jashtë, në errësirën e natës, dhe nuk u kthye kurrë, nuk u pa kurrë më, nuk u përmend kurrë më në asnjë dokument zyrtar. Petriti u trondit nga ajo që pa, u shkatërrua nga ndërgjegjja që ai nuk kishte mundur të bënte asgjë, që ai kishte qenë thjesht një dëshmitar i pafuqishëm që kishte parë një krim dhe që nuk kishte mundur ta ndalonte.
Ai e dinte se nëse fliste, ai do të ishte i radhës, se familja e tij do të vuante, se fëmijët e tij do të paguanin çmimin. Por ai nuk mund të jetonte me këtë sekret, nuk mund të shikonte në pasqyrë pa parë fytyrën e flamurit, pa dëgjuar zërin e tij duke bërtitur për ndihmë. Ai filloi të shfaqte shenja të stresit, të pagjumësisë, të paranojës që e konsumonte nga brenda, duke e bërë të kuptonte se ai duhej të ikte, se ai duhej të marrë familjen e tij dhe të rrezikonte gjithçka për një shans për liri, për një shans për të jetuar pa frikë, pa sekrete, pa faj. Por edhe pasi arriti në Maqedoni, Petriti nuk mund të harronte atë që kishte parë, nuk mund të jetonte pa ndjerë se ai kishte tradhtuar flamurin duke mos folur, duke mos vepruar, duke mos bërë diçka për ta ndihmuar. Ai shkroi letrën e tij, ku dokumentoi gjithçka që kishte parë, ku shpjegoi pse kishte ikur, ku tregoi të vërtetën për Flamur Dervishin, duke shpresuar se një ditë dikush do ta gjente dhe do të tregonte historinë. Do të jepte drejtësi për një njeri që kishte vdekur për shkak se kishte guxuar të fliste për korrupsionin, për padrejtësinë, për vjedhjen që po shkatëronte vendin. Kur letra u zbulua dhe familja e Flamur Dervishit u kontaktua, ata mësuan për herë të parë se çfarë i kishte ndodhur atij, se si ai kishte vdekur, sepse ai kishte zhdukur. Ata kishin jetuar për dekada duke mos ditur asgjë, duke u thënë nga autoritetet se ai kishte vdekur në një aksident pune, se ai kishte rënë nga një skelë dhe kishte humbur jetën menjëherë. Por tani, për herë të parë, ata mësuan të vërtetën dhe ata kërkuan drejtësi, kërkuan që ata që kishin kryer këtë krim të ndëshkoheshin, që historia e Flamurit të tregojë, që emri i tij të pastrohej nga akuzat e rreme që ishin bërë kundër tij. Por shumica e njerëzve të përfshirë në ekzekutimin e Flamurit ishin të vdekur ose shumë të vjetër për të ndjekur penalisht dhe sistemi që kishte lejuar këtë krim kishte rënë, por njerëzit që kishin përfituar nga ai sistem ende jetonin. Ende shijonin pasuritë që kishin vjedhur, ende jetonin jetë të rehatshme, ndërsa viktimat e tyre ishin harruar. Historia e Flamur Dervishit dhe e Petrit Starovës është një histori që na kujton se korrupsioni dhe padrejtësia nuk janë thjesht koncepte abstrakte, por forca që shkatërrojnë jetë, që ndajnë familje, që detyrojnë njerëzit të bëjnë zgjedhje të pamundura, që krijojnë viktima që nuk njihen kurrë, që krijojnë hero që nuk festohen kurrë. Dhe është një histori që na pyet të gjithëve, çfarë do të bënim ne nëse do të ishim në vendin e tyre? A do të kishim guximin të flisnim për atë që pam? A do të kishim forcën të rrezikonim gjithçka për të mbrojtur të vërtetën? A do të kishim vendosmërinë të jetonim me sekretet që na han shpirtin, apo do të zgjidhnim të iknim, të shpëtonim, të jetonim me fajin që kurrë nuk na lë? Në vitin 2015, Agimi Starova u ftua të fliste në një konferencë ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit në Bruksel, një ngjarje që mblodhi mbijetues të regjimeve totalitare nga e gjithë Evropa. Njerëz që kishin kaluar përvojat e tmerrshme, që kishin humbur familje, që kishin vuajtur për vite në heshtje. Ai ishte i hezituar në fillim, sepse ai nuk ishte mësuar të fliste publikisht, sepse ai ende mbante dhimbjen e asaj nate në zemrën e tij, sepse ai nuk ishte i sigurt nëse mund të tregonte historinë e tij pa u thyer nga emocionet që ende e mundonin. Por ai vendosi të shkonte, sepse ai e dinte se historia e familjes së tij duhej të tregojë, sepse ai e dinte se ka shumë familje të tjera që kanë vuajtur në heshtje, që nuk kanë pasur mundësinë të flasin, që kanë vdekur pa u dëgjuar kurrë. Kur Agimi u ngrit në podium, ai filloi të fliste me një zë të qetë, por të qëndrueshëm, duke treguar historinë e atë nate kur familja e tij u hodh në ujërat e errëta të liçenit të Ohrit, duke treguar për plumbat që fishkullonin mbi kokat e tyre, duke treguar për frikën që i mund të çdo moment, duke treguar për vitet që pasuan, vitet e pasigurisë, vitet e vuajtjes, vitet e ndarjes nga ata që kishin mbetur në Shqipëri. Por ai tregoi edhe diçka më shumë. Ai tregoi historinë e Verës Lleshit, gruas që kishte sakrifikuar gjithçka për t'i ndihmuar, që kishte vuajtur 20 vjet në izolim për shkak të guximit të saj. Ai tregoi historinë e Luan Hoxhës, peshkatari që kishte dhënë barkën e tij dhe që kishte paguar me 15 vjet burg për këtë akt humaniteti. Ai tregoi historinë e Flamur Dervishit, burrit që kishte humbur jetën për shkak se kishte guxuar të fliste për korrupsionin, për padrejtësinë, për vjedhjen që po shkatëronte vendin. Dhe pastaj, Agimi tha diçka që bëri që të gjithë në sallë të heshtnin, që bëri që shumë prej tyre të fillonin të qanin, që bëri që historia e familjes Starova të bëhej një histori universale që fliste për të gjithë ata që kanë vuajtur në regjime totalitare. Historia e familjes sime nuk është vetëm historia jonë. Është historia e mira familjeve që kanë vuajtur në regjime totalitare, që kanë rrezikuar gjithçka për një shans për liri, që kanë paguar çmime të larta për të mbrojtur të vërtetën, që kanë jetuar me frikën se çdo ditë mund të jetë e fundit. Dhe është një histori që na pyet të gjithëve, çfarë do të bënim ne nëse do të ishim në vendin e tyre?
A do të kishim guximin të flisnin? A do të kishim forcën të ndihmonim? A do të kishim vendosmërinë të rrezikonim gjithçka për atë që është e drejtë? Apo do të zgjidhnim heshtjen, sigurinë, mbijetesën me çdo çmim? Pas fjalimit të tij, shumë njerëz erdhën tek ai, duke e falendëruar, duke ndarë historitë e tyre, duke qajtur për ata që kishin humbur, duke kërkuar drejtësi për ata që nuk ishin dëgjuar kurrë. Një grua e vjetër nga Bosnia i tha se ajo kishte jetuar një histori të ngjashme, se ajo kishte ikur nga lufta me fëmijët e saj, se ajo kishte humbur bashkëshortin e saj në rrugë, se ajo ende jetonte me dhimbjen e asaj humbje. Një burr nga Siria i tha se ai kishte arratisur me familjen e tij përmes detit, se ai kishte parë njerëz duke u mbytur, se ai ende nuk mund të flinte natën pa parë ato imazhe. Një vajzë e re nga Eritrea i tha se ajo kishte ikur nga një regjim që e detyronte të shërbente në ushtri përgjithmonë, se ajo kishte ecur në përshkretëtir për javë të tëra, se ajo kishte parë njerëz duke vdekur nga uria dhe nga etja përgjatë rrugës. Agimi kuptoi se historia e familjes së tij nuk ishte unike, se ishte një histori që përsëritej përsëri dhe përsëri në vende të ndryshme, në kohë të ndryshme, por me të njëjtin thelb, njerëz që rrezikojnë gjithçka për liri, njerëz që paguajnë çmime të larta për të mbrojtur të vërtetën, njerëz që nuk harrojnë kurrë atë që kanë kaluar, njerëz që mbajnë shpresën se një ditë drejtësia do të triumfojë, se një ditë viktimat do të njihen, se një ditë historia do të tregojë të vërtetën. Por çfarë ndodhi me ata që kishin mbetur në Shqipëri, me familjet që po paguanin çmimin e arratisjes së starovëve? Si jetuan ata nën presionin e autoriteteve që i akuzonin për lidhje me tradhtarët? Dhe çfarë ndodhi kur kufiri më në fund u hap, kur familjet u ribashkuan pas 50 vjetësh ndarje, kur sekretet më në fund dolën në dritë? Në një zyrë të vogël në Ministrinë e Brendshme në Tiranë, në vitin 2020, një arkivist zbuloi një dosje që kishte mbetur e harruar për 30 vjet. Brenda saj ishte një listë e shkruar me dorë, me 23 emra, dhe në krye të saj, me shkronja të kuqe, shkruaj, të eliminohen para se të arrijnë kufirin. Emri i Petrit Starova ishte i treti në atë listë. Por kishte diçka më shqetësuese, pranë çdo emri kishte një shënim, një kod, një datë. Pranë emrit të Petritit shkruaj, kontakti brendshëm konfirmuar. Operacioni në pritje. Kjo do të thoshte se dikush brenda rrethit të ngushtë të starovëve po raportonte çdo lëvizje të tyre, çdo plan, çdo shpresë. Ky dokument shkatërroi çdo dyshim. Tradhtia nuk kishte ardhur nga një fqinj i largët, por nga dikush që hante bukë në tryezën e tyre, që flinte nën të njëjtin çati, që u premtoi mbrojtje. Kush ishte ky person? Pse e bëri? Dhe çfarë ndodhi me të pasi familja Starova ja doli të shpëtonte? Dosja përmbante edhe diçka tjetër, një raport të detajuar të shkruar 2 ditë pas arratisjes, ku një oficer i sigurimit shkruante, operacioni dështoi. Familja arriti në anën tjetër. Kontakti brendshëm kërkoi azil. Kërkesa u refuzua. Ai u trajtua sipas protokollit për tradhtar të dështuar. Këto fjalë të ftohta fshinin një tragjedi të tmerrshme. Personi që kishte tradhtuar starovët, që kishte menduar se do të shpërblejej për besnikërinë e tij ndaj regjimit, u braktis menjëherë sapo plani dështoi. Ai nuk ishte më i dobishëm. Ai ishte bërë një dëshmi e gjallë e një operacioni të dështuar. Dhe regjimi nuk linte dëshmitar të tillë të jetonin lirshëm. Emri i tradhtarit u zbulua nga një ish oficer i sigurimit që vendosi të fliste para se të vdiste. Ai ishte Ilir Kelmendi, kushëriri i dytë i dritës, grua së Petritit. Iliri kishte jetuar me familjen Starova për 6 muaj para arratisjes, pasi kishte humbur punën dhe shtëpinë. Petriti e kishte pritur me zemër të hapur, i kishte dhënë një dhomë, i kishte ndarë bukën e tij. Por Iliri kishte një sekret, ai ishte rekrutuar nga sigurimi 3 vjet më parë, pasi ishte kapur duke vjedhur nga një magazin shtetërore. Atij iu dha një zgjedhje, burgu ose bashkëpunimi. Ai zgjodhi të dytën. Dhe kur ai mësoi se Petriti po planifikonte të arratisej, ai pa një mundësi për të fituar favorin e plot të autoriteteve. Iliri raportoi çdo bisedë, çdo takim, çdo përgatitje. Ai ishte ai që i tha autoriteteve se Petriti kishte takuar Verën Lleshit, se ai kishte shkuar te Luan Hoxha, se ai kishte marrë varkën. Ai ishte ai që dha orën e saktë të arratisjes, rrugën që do të merrnin, vendin ku do të hidhnin varkën në ujë. Ai mendoi se do të shpërblehej me një shtëpi më të mirë, me një punë më të mirë, me një jetë më të mirë. Por kur operacioni dështoi, kur familja Starova ja doli të shpëtonte, Iliri u bë një barë.
Ai u thirr në një zyrë të sigurimit, ku ju tha se shërbimet e tij nuk ishin më të nevojshme. Ai u dërgua në një kamp pune në veri, ku kaloi 18 vjet duke punuar në miniera, duke jetuar në kushte që mezi mund të përshkruen. Kur u lirua në vitin 2007, Iliri ishte një hije e njeriut që kishte qenë. Ai u përpoq të gjente familjen e tij, por zbuloi se gruaja e tij ishte martuar me një tjetër, se fëmijët e tij nuk donin ta dinin. Ai jetoi vetëm në një shtëpi të vogël në periferi të Tiranës, duke pirë për të harruar, duke jetuar me fajin që e hante nga brenda. Ai vdiq në vitin 2018, në moshën 65 vjeç, pa u pajtuar kur me atë që kishte bërë. Kur Agimi Starova mësoi për Ilirin, ai nuk ndjeu kënaqësi. Ai ndjeu vetëm trishtim. Ai ishte një viktim edhe ai, tha Agimi. Një viktim e një sistemi që e detyroi të zgjidhte midis mbijetesës dhe ndershmërisë. Unë nuk mund ta fal atë për atë që bëri, por mund ta kuptoj pse e bëri. Dhe mund të shoh se ai pagoi çmimin e zgjedhjes së tij, ashtu si ne paguam çmimin e tonin. Në vitin 2019, 50 vjet pas asaj nate në liçenin e Ohrit, familja Starova u mblodhën për herë të parë në të gjithë anëtarët e saj. Agimi erdhi nga Shkupi, Mira nga Struga, Besiani nga Gjermania. Erdhi edhe Liri, vajza e Mirës, me fëmijët e saj. Erdhi edhe Flamur Kola, roja kufitare e vjetër që kishte vendosur të mos shtinte atë natë. Ata u mblodhen në bregun e liçenit të Ohrit, në të njëjtin vend ku Varka kishte nisur udhëtimin e saj të rrezikshëm. Flamur Kola, tani 90 vjeç, kërkoi falje me lot në sy. Unë isha pjesë e një sistemi që ju bëri të vuanit, tha ai. Unë mbaja armën që mund t'ju kishte marrë jetën. Dhe edhe pse nuk shtiva, unë ende mbaj peshën e asaj nate. Unë dua që ju të dini se çdo ditë të jetës sime, unë kam menduar për ju, kam lutur që ju të jeni mirë, kam shpresuar që ju të keni gjetur paqen që ju meritoni. Agimi e përqafoi Flamurin. Ju na shpëtuat jetën, tha ai. Ju zgjodhët të jeni njeri në një moment kur shumë të tjerë zgjodhen të jenë makina. Ju na dhatë një shans. Dhe për këtë, ne do t'ju jemi përgjithmonë mirënjohës. Ata qëndruan atje në breg të liçenit duke shikuar ujin që shkëlqente në diellin e pasdites. Ata folën për të kaluarën, për dhimbjen, për humbjen. Por ata folën edhe për të tashmen, për jetën që kishin ndërtuar, për fëmijët që kishin rritur, për shpresën që kishin mbajtur gjallë. Dhe ata folën për të ardhmen, për brezat që do të vinin, për historitë që do të trilloheshin, për mësimet që do të mësoheshin. Mira hodhi një lule në ujë, në kujtim të prindërve të saj, të Petritit dhe Dritës, që kishin rrezikuar gjithçka për t'u dhënë atyre një shans për liri. Besiani hodhi një tjetër, në kujtim të Verës Lleshit, gruas që kishte sakrifikuar gjithçka për t'i ndihmuar. Agimi hodhi një të tretën, në kujtim të Luan Hoxhës, peshkatari që kishte dhënë varkën e tij dhe që kishte paguar me 15 vjet burg. Dhe Liri hodhi një të katërtën, në kujtim të gjithë atyre që nuk ja dolën, që humbën jetën në ujë, që u kthyen mbrapa dhe u zhdukën përgjithmonë. Ndërsa lulet notuan në ujë duke u larguar ngadalë nga bregu, familja Starova qëndroi në heshtje, duke mbajtur duart e njëri tjetrit, duke ndarë një moment që ishte njëkohësisht i dhimbshëm dhe i bukur. Ata e dinin se historia e tyre nuk kishte një fund të lumtur në kuptimin tradicional. Kishte shumë dhimbje, shumë humbje, shumë pyetje pa përgjigje. Por kishte edhe diçka tjetër, kishte mbijetesë, kishte guxim, kishte dashuri që kishte mposhtur frikën. Sot, historia e familjes Starova mësohet në shkollat e Shqipërisë dhe të Maqedonisë si një shembull i guximit dhe i sakrificës. Një monument u ngrit në bregun e liçenit të Ohrit, në kujtim të gjithë atyre që rrezikuan gjithçka për liri. Në monument shkruhet, në kujtim të atyre që zgjodhen lirin mbi frikën, që rrezikuan gjithçka për një shans për jetë, që nuk harruan kurrë se çfarë do të thotë të jesh njeri. Por përtej monumenteve dhe për kujtimeve zyrtare, historia e familjes Starova jeton në zemrat e atyre që e dëgjojnë. Ajo jeton në fëmijët që pyesin prindërit e tyre, çfarë do të bëje ti në vendin e tyre? Ajo jeton në të rinjt që mësojnë se liria nuk është diçka që merret si e mirëqen, por diçka për të cilën njerëzit sakrifikojnë gjithçka. Ajo jeton në refugjatët që sot po kalojnë nëpër ujëra të rrezikshme, duke kërkuar një shans për jetë, duke mbajtur shpresën gjallë edhe kur gjithçka duket e humbur. Historia e familjes Starova na pyet të gjithëve, çfarë do të bënim ne nëse do të ishim në vendin e tyre? A do të kishim guximin të hidheshim në ujërat e errëta, duke ditur se mund të mos ktheheshim kurrë?
A do të kishim forcën të ndihmonim të tjerët, edhe kur kjo do të thoshte të rrezikonim gjithçka që kemi? A do të kishim vendosmërinë të mbanim sekretet, edhe kur heshtja na diqte shpirtin? A do të kishim dashurinë të mbronim familjen tonë, edhe kur çmimi ishte më i lartë se sa mund të imagjinonim? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta. Por janë pyetje që duhet të bëhen, që duhet të mendohen, që duhet të na udhëheqin në zgjedhjet që bëjmë çdo ditë. Sepse historia nuk është vetëm për të kaluarën. Ajo është edhe për të tashmen dhe për të ardhmen. Ajo është për ne, për fëmijët tanë, për brezat që do të vinë. Dhe ndërsa ne qëndrojmë këtu, në sigurinë e shtëpive tona, në rehatin e jetës sonë, le të kujtojmë ata që nuk kishin këtë luksos. Le të kujtojmë familjen Starova që hidhen në ujërat e errëta të liçenit të Ohrit në një natë pa hënë, duke mbajtur vetëm shpresën dhe dashurinë për njëri tjetrin. Le të kujtojmë Verën Leshit që sakrifikoi lirinë e saj për të shpëtuar të tjerët. Le të kujtojmë Luan Hoxhën që dha varkën e tij dhe pagoi me vite burgu. Le të kujtojmë Flamur Kolën që zgjodhi të ishte njeri në një moment kur shumë të tjerë zgjodhen të jenë makina. Dhe le të pyesim veten, çfarë do të bëjmë ne kur do të vijë momenti ynë? Kur do të duhet të zgjedhim midis sigurisë dhe drejtësisë, midis heshtjes dhe të vërtetës, midis indiferencës dhe guximit? Historia e familjes Starova na tregon se këto zgjedhje janë të vështira, se çmimi është i lartë, se rruga është e errët. Por ajo na tregon edhe se këto zgjedhje janë të mundshme, se guximi ekziston, se dashuria mund të mposhte frikën. Miq, si e shihni ju historinë e familjes Starova? A mendoni se Petriti dhe Drita bën zgjedhjen e duhur duke rrezikuar jetën e fëmijëve të tyre për një shans për liri? A ishte Ilir Kelmendi një tradhetar që meritonte dënimin e tij, apo një viktimë e një sistemi që e detyroi të zgjidhte midis mbijetesës dhe ndershmërisë? A mund të falim ata që bën zgjedhje të këqija nën presion, apo duhet t'i mbajmë përgjegjës për gjithmonë? Dhe më e rëndësishmja, çfarë do të bënit ju nëse do të ishit në vendin e tyre? Shkruani mendimet tuaja në komente, na tregoni nëse njihni histori të ngjashme nga familja juaj, nga qyteti juaj, nga vendi juaj. Vendosni një pëlqim nëse kjo histori ju preku dhe abonohuni në kanal për të dëgjuar më shumë histori të vërteta që nuk duhet të harrohen kurrë. Sepse vetëm duke kujtuar të kaluarën mund të ndërtojmë një të ardhme më të mirë. Faleminderit që na dëgjuat dhe mos harroni, liria nuk është kurrë falas, por është gjithmonë e vlefshme.